Xi Jinping e pret Trumpin duke e ditur tani se Kina nuk është më fuqia që kërkon pranimin apo miratimin e Washingtonit, por do të veproj dhe do të qëndroj në takim aty si një aktor pa të cilin nuk mund të zgjidhen më krizat e mëdha në botë. Dhe Xi Jinping, pala kineze, e di këtë pozitë të vetën. Dhe pikërisht kjo e bën këtë takim kaq të rrezikshëm, kaq të rëndësishëm, kaq historik dhe kaq vendimtar. Sepse pas buzëqeshjeve diplomatike dhe fotografive ceremoniale që do t'i shohim në ditën e takimit dhe më pastaj, në fakt po zhvillohet betejë më e madhe për rendin e ri global. SBA këtë e ka kuptuar shumë mirë dhe është duke e ndjek thellë në lëkurën e saj.